Data 8 gusht. Libri i Ruthit, kapitulli i parë. Në kohën kur qeverisnin gjyqtarët, vendin e pllakosi Zia, dhe një njeri nga Bethlehemi i Judës shkoi të banojë në vendin e Moabit me gjithë gruan dhe 2 bijtë e tij. Emri i burrit ishte Elimelek, emri i gruas së tij Naomi, dhe emri i 2 bijve të tij Mahlon dhe Kilion, efratej nga Bethlehemi i Judës. Ata shkuan në vendin e Moabit dhe u vendosën aty. Pastaj Elimeleku, burri i Naomit, vdiq dhe ajo mbeti me 2 bijtë e saj. Këta u martuan me gra Moabite, nga të cilat njëra quhej Orpah dhe tjetra Ruth, dhe banuan aty rreth 10 vjet. Pastaj edhe Mahloni dhe Kilioni vdiqën që të dy, dhe kështu ajo grua mbeti pa 2 djemtë e saj dhe pa burrin. Atëherë u ngrit me gjithë nuset e saj për të kthyer nga vendi i Moabit, sepse kishte dëgjuar të thuhej që Zoti e kishte vizituar popullin e vet dhe i kishte dhënë bukë. Ajo u nis pra me të 2 nuset e saj nga vendi në të cilin rrinte dhe filloi të ecë për të kthyer në vendin e Judës. Por Naomi u tha 2 nuseve të saj: "Shkoni, kthehuni çdo njëra në shtëpinë e nënës së saj. Zoti qofti mirë me ju, ashtu si ju keni qenë të mira me ata që kanë vdekur dhe me mua. Zoti ju bëf të gjeni qetësi çdo njëra në shtëpinë e burrit të saj." Pastaj ajo i puthi dhe ato filluan të qajnë me zë të lartë dhe i thanë: "Jo, ne do të kthehemi me ty pranë popullit tënd." Por Naomi u përgjigj: "Kthehuni bijat e mia. Pse të vini me mua? Mos kam në barkun tim fëmijë që të mund të bëhen bashkëshortët tuaj? Kthehuni mbrapa bijat e mia. Shkoni sepse un jam shumë e vjetër për të martuar prap. Edhe sikur të thoja ka mend e shpresë, edhe sikur të martohesha sonde dhe të lindja djem, a do të prisnit ju sa të rriteshin? A do të hiqni dorë nga martesa për këtë shkak? Jo bijat e mia, sepse kushtet në të cilat ndodhem janë më të hidhura nga tuajat, sepse dora e Zotit është shtrirë kundër meje." Atëherë ato e ngritën zërin dhe qanë përsëri. Pastaj Orpahu puthi vjerrën, por Ruthi nuk i ndahej asaj. Atëherë Naomi i tha Ruthit: "Ja kunata jote u kthye te populli i vet dhe te perënditë e saj. Kthehu mbrapa edhe ti, ashtu si kunata jote." Por Ruthi u përgjigj: "Mos ngul këmbë me mua që unë do të braktis dhe të mos të ndjek më, sepse kudo që të shkosh ti, do të shkoj edhe unë, dhe kudo që të rish ti, do të rij edhe unë. Populli yt do të jetë populli im, perëndia yt do të jetë edhe perëndia im. Aty ku do vdesësh ti, do të vdes edhe unë, dhe atje do të më varrosin. Kështu të veproj me mua Zoti madje dhe më keq në rast se veç vdekjes ndonjë gjë tjetër do të më ndaj prej teje." Kur Naomi e kuptoi që Ruthi ishte vendosur ta ndiqte, nuk i foli më. Kështu e bën rrugën bashkë derisa arritën në Betlehem. Kur arritën në Betlehem, tërë qyteti zjente për shkak të tyre. Gratë thoshin: "Kjo është Naomi?" Ajo ju përgjigj atyre: "Mos më quani Naomi, thirrni Mara, sepse i plot fuqishmi më ka mbushur me hidhërim. Unë u nisa në bollog dhe Zoti më ktheu në shtëpi të zhveshur nga çdo gjë. Pse të më quani Naomi kur Zoti ka dëshmuar kundër meje dhe i plot fuqishmi më ka bërë fatkeqe?" Kështu Naomi u kthye bashkë me Ruthin nusin e saj, që kishte ardhur nga vendi i Moabit. Ato arritën në Betlehem kur kishte filluar korrja e Elbit. Veprat e apostujve, kapitulli 26. Atëherë Agripa i tha Palit: "Ke leje të flasësh për veten tënde." Dhe Pali e shtriu dorën dhe nisi të bëjë mbrojtjen e tij. "O mbret Agripa, e quaj veten të lumtur që kam mundësi sot të mbrohem para teje për të gjitha ato që më kanë fajsuar judejt, veçanërisht sepse ti i njeh të gjitha zakonet dhe çështjet e judejve, prandaj të lutem të më dëgjosh me durim. Jetën time pra, që prej djalërisë që e kalova që në fillim në mes të kombit tim në Jeruzalem, e dinë gjithë judejt. Më njohin që në fillim dhe mund ta dëshmojnë po deshen se kam jetuar si farise, si pas sektit më të drejtë të fesë son. Dhe tani ndodhem para gjyqit për shpresën e premtimit që u ka bërë Perëndia etërve tanë, premtim të cilin 12 fiset tona që i shërbejnë me zell natë e ditë Perëndis shpresojnë të arrijnë. Për këtë shpresë, o mbret Agripa, akuzohem nga judejt. Përse vallë mendohet ndër ju se është e pabesueshme që Perëndia i ringjall të vdekurit? Tani sa për mua, unë mendoja me vete se duhej të bëja shumë kundër emrit të Jezusit Nazarenas. Dhe këtë edhe e bëra në Jeruzalem, mbasi mora pushtet nga kryepriftrind, mbylla në burg shumë nga shenjtorët, dhe kur u vran,
dhash votën. Dhe shpesh në për të gjitha sinagogat i ndëshkoja dhe i detyroja të blasfemojnë dhe me zemrim të madh kundër tyre i kam përndjekur deri në qytetet përtej. Në këto e sipër, kur isha duke shkuar në Damask me autoritet dhe me leje nga kryepriftrinë, në mesditë o mbret, në rrugun pash një dritë nga qielli që ndriçonte më shumë se dielli, e cila ndriti rreth meje dhe rreth bashkëudhëtarëve. Dhe si ram të gjithë në tokë, dëgjova një zë që më foli dhe më tha në gjuhën hebraike: Saul, Saul, pse më përndjek? Është e rëndë për ty të godasësh me shkelm kundër gjembave. Edhe unë thash: kush je ti, Zot? Ai tha: unë jam Jezusi të cilin ti përndjek. Por qohu dhe qëndro në këmbë, sepse për këtë të jam shfaqur, që të vë shërbyes dhe dëshmitar për ato që pe dhe për ato me të cilat do të dëftehem, duke të zgjedhur ty nga populli dhe nga kombet tek të cilët po të dërgoj tani, që tu qelësh sytë atyre dhe të kthehen nga errësira në dritë dhe nga pushteti i Satanit te Perëndia, që të marrin me anë të besimit në mua faljen e mëkateve dhe trashëgim midis të shenjtëruarve. Prandaj o mbret Agripa, unë nuk u bëra i pabindur ndaj vegimit qiellor, por në fillim atyre në Damask, pastaj në Jeruzalem, në mbar krahinën e Judes dhe kombeve u kam shpallur të pendohen dhe të kthehen te Perëndia, duke bërë vepra të denja pendimi. Por këto gjëra, judejt mbasi më kapën në tempull, u orvatën të më vrasin. Por mendimin që pata nga Perëndia, po qëndroj deri në këtë ditë, duke u dëshmuar të vegjelve dhe të mëdhejve, duke mos thënë tjetër përveç atyre që profetët dhe Mojsiu thanë se do të ndodhnin, se Krishti do të vuante dhe se duke qenë i pari që do të ringjallej prej së vdekurish, do të lajmëronte dritën popullit dhe kombeve. Dhe ndërsa Pali i thoshte këto në mbrojtje të tij, Festi tha me zë të lartë: Pal, ti je i çmendur, studimet e shumta të kanë bërë të shkallosh. Por ai tha: unë nuk jam i çmendur, fort i shkëlqyer i Fest, por them fjalët e së vërtetës dhe të mendjes së shëndosh, sepse mbreti të cilit unë po i flas lirisht është i mirë informuar për këto gjëra, sepse unë jam i bindur se asnjë nga këto gjëra nuk është e panjohur për të, sepse e gjithë kjo nuk është bërë në një qoshe. O mbret Agripa, a u beson profetëve? Unë e di se ti beson. Atëherë Agripa i tha Palit: për pak dhe po ma mbush mendjen të bëhemi krishterë. Por Pali i tha: i lutem Perëndis që në pak ose në shumë kohë, jo vetëm ti, por edhe të gjithë ata që sot po më dëgjojnë, të bëhen të tillë, siç jam edhe unë, përveç këtyre zinxhirëve. Dhe si tha këto gjëra, mbreti u ngrit, me të dhe qeveritari dhe Berenike dhe ata që ishin ulur me ta. Mbasi u tërhoqën, flisnin me njëri tjetrin dhe thoshin: ky njeri nuk bën asgjë që të meritoj vdekjen ose prangat. Atëherë Agripa i tha Festit: ky njeri mund të lirohej, po të mos i ishte apeluar Cezarit. Jeremia, kapitulli 36. Ndodhi në vitin e 4 të Jehojakimit, birit e Josias, mbreti i Judës, që kjo fjalë ju drejtua nga Zoti Jeremias, duke thënë: merr një rrotull shkrimi dhe shkruaj mbi të tërë fjalët që të kam thënë kundër Izraelit, kundër Judës dhe kundër të gjitha kombeve, nga dita që të kam folur, nga ditët e Josias e deri më sot. Ndofta shtëpia e Judës do të dëgjojë gjithë të keqen që unë mendoj t'ju bëj atyre, dhe secili do të tërhiqet nga rruga e tij e keqe, dhe kështu unë do të fal paudhësinë e tyre dhe mëkatin e tyre. Atëherë Jeremia thirri Barukun, birin e Nerjahut, dhe Baruku shkroi mbi një rrotull shkrimi në ndiktimin e Jeremias tërë fjalët që Zoti i kishte thënë. Pastaj Jeremia i dha këtë urdhër Barukut: unë jam i penguar dhe nuk mund të hyj në shtëpinë e Zotit. Prandaj do të shkosh ti të lexosh nga rrotulla që ke shkruar në ndikimin tim fjalët e Zotit në veshët e popullit në shtëpinë e Zotit, ditën e agjerimit. Do t'i lexosh dhe në veshët e tëra tyre të Judës që vijnë nga qytetet e tyre. Ndofta do t'i paraqesin lutjet e tyre për falje Zotit dhe secili do të tërhiqet nga rruga e tij e keqe, sepse i madh është zemërimi dhe tërbimi që Zoti ka shqiptuar kundër këtij populli. Baruku, biri i Nerjahut, bëri pra tërë ato që i kishte urdhëruar profeti Jeremia dhe lexoi nga libri i fjalët e Zotit. Në vitin e 5 të Jehojakimit, birit e Josias, mbreti i Judës, në muajin e 9 u shpall një agjerim para Zotit për të gjithë popullin e Jeruzalemit dhe për të gjithë popullin e ardhur nga qytetet e Judës në Jeruzalem. Atëherë Baruku lexoi nga libri i fjalët e Jeremias në veshët e tërë popullit në shtëpinë e Zotit, në dhomën e Gemarjahut, birit të Shafanit, shkruesit,
në oborrin e sipërm, në hyrjen e portës së re të shtëpisë së Zotit. Mikajahu, biri i Gemarjahut, që ishte biri i Shafanit, dëgjoi tërë fjalët e Zotit që u lexuan nga libri. Zbriti pastaj në shtëpinë e mbretit në dhomën e shkruesit, dhe ja aty rrinin ulur tërë princat: Elishama, shkruesi, Delajahu, biri i Shemajahut, Elnathani, biri i Akborit, Gemarjahu, biri i Shafanit, Sedekia, biri i Hananjahut dhe tërë princat e tjerë. Mikajahu tregoi tërë fjalët që kishte dëgjuar, ndërsa Baruku lexonte librin në veshët e popullit. Atëherë tërë princat i dërguan Barukut Jehudin, birin e Nathanjahut, biri i Shelemjahut, biri i Kushit, për t'i thënë: merr në dorë rrotullën që lexove në veshët e popullit dhe eja. Kështu Baruku, biri i Neriahut, mori në dorë rrotullën dhe erdhi tek ata. Ata thanë: ulu dhe lexoje para nesh. Dhe Baruku e lexoi në veshët e tyre. Kur dëgjuan tërë ato fjalë, patën frikë dhe duke shikuar njëri tjetrit, i thanë Barukut: duhet t'ia tregojmë patjetër mbretit tërë këto fjalë. Pastaj pyetën Barukun duke i thënë: na thuaj tani, si i shkrove tërë këto fjalë? Në ndiktimin e tij? Baruku ju përgjigj: ai më tha tërë këto fjalë me gojën e tij dhe unë i kam shkruar me bojë në libër. Atëherë princat i thanë Barukut: shko dhe fshihu bashkë me Jeremian dhe askush të mos di se ku jeni. Pastaj shkuan te mbreti në obor, pasi e kishin lënë rrotullën në dhomën e shkruesit Elishama, dhe ja njoftuan mbretit tërë ato fjalë. Atëherë mbreti dërgoi Jehudin të marrë rrotullën, dhe ky e mori në dhomën e shkruesit Elishama. Pastaj Jehudi e lexoi në veshët e mbretit dhe të gjithë princave që ishin pranë mbretit. Mbreti rinde ulur në pallatin e tij të dimrit. Ishte muaji 9, me një mangall para tij që digjej mirë. Kur Jehudi lexoi 3 o 4 shtylla, mbreti e preu rrotullën me thikën e shkruesit dhe e hodhi në zjarrin që kishte në mangall, derisa ajo u dogj krejt nga zjarri që ishte në mangall. As mbreti dhe askush nga shërbëtorët e tij që i dëgjuan tërë këto fjalë nuk u trembën ose t'i grisnin rrobat e tyre. Dhe megjithse Elnathani, Delajahu dhe Gemarjahu e lutën shumë mbretin që të mos e diqte rrotullën, ai nuk deshi t'i dëgjonte. Madje mbreti urdhëroi Jerahmeelin, birin e mbretit, Serajahun, birin e Azrielit dhe Shelemjahun, birin e Abdelit, të kapnin shkruesin Baruk dhe profetin Jeremia, për Zoti i fshehu. Mbasi mbreti dogji rrotullën dhe fjalët që Baruku kishte shkruar në ndikimin e Jeremias, fjala e Zotit u drejtua Jeremias duke thënë: merr përsëri një rrotull tjetër dhe shkruaj mbi të tërë fjalët e mëparshme që ishin në rrotullën e parë të djegur nga Jehojakimi, mbreti i Judës. Dhe Jehojakimit, mbretit të Judës, do t'i thuash: kështu thot Zoti, ti ke djegur këtë rrotull duke thënë: pse ke shkruar në të që mbreti i Babilonisë do të vijë me siguri dhe do ta shkatërrojë këtë vend, duke bërë të zhduken prej tij njerëz dhe kafsh. Prandaj kështu thot Zoti për Jehojakimin, mbretin e Judës: ai nuk do të ketë njeri që të ulet mbi fronin e Davidit, dhe kufoma e tij do të hidhet jashtë dhe do të ekspozohet në vapën e ditës dhe në ngritjen e natës. Unë do ta dënoj atë, pasardhësit e tij dhe shërbëtorët e tij për paudhësinë e tyre, dhe do të sjell mbi ta, mbi banorët e Jeruzalemit dhe mbi njerëzit e Judës tërë të keqen që kam shqiptuar kundër tyre, sepse nuk më dëgjuan. Jeremia pra mori një rrotull tjetër dhe ja dha Barukut, birit të Neriahut, shkruesit, i cili shkroi mbi të në ndiktimin e Jeremias të gjitha fjalët e librit që Jehojakimi, mbreti i Judës, kishte djegur në zjarr. U shtuan gjithashtu shumë fjalë të tjera të ngjashme me to. Jeremia, kapitulli 45. Fjala që profeti Jeremia i drejtoi Barukut, birit të Neriahut, kur ky shkroi këto fjalë në një libër në ndiktimin e Jeremias në vitin e 4 të Jehojakimit, birit të Josias, mbreti i Judës, duke i thënë: kështu të thot ty Zoti, Perëndia e Izraelit, o Baruk, ti thuaj: mirë unë, sepse Zoti i shton hidhërimin dhembjes sime. Unë jam lodhur së rënkuari dhe nuk gjej prehje. Kështu do t'i thuash atij: kështu thot Zoti, ja unë do ta shremb atë që kam ndërtuar dhe do ta shkul atë që kam mbjell, dhe këtë në tërë vendin. Dhe ti kërkon gjëra të mëdha për vete? Mos i kërko, sepse ja, unë do të sjell fatkeqësi mbi çdo mish, thot Zoti, por ty do të jap jetën tënde si pre në tërë vendet ku do të shkosh. Psalmi 9. Unë do të kremtoj, o Zot, me gjithë zemër. Do të tregoj tërë mrekullitë tua. Unë do të gëzohem dhe do të kënaqem me ty. Do t'i këndoj lëvdime emrit tënd, o shumë i larti, sepse armiqtë e mi tërhiqen, bien dhe vdesin para teje. Ti në fakt ke përkrahur ndershmërinë time dhe çështjen time. Je ulur mbi fronin si një gjyqtar i drejtë. Ke shortuar kombet
ke shkatëruar të pabesin, ke fshirë emrat e tyre për gjithnjë. Armiku është zhdukur, i kapur nga një pikëllim i përjetshëm, dhe qyteteve që ti ke shkatëruar u është zhdukur edhe kujtimi. Por Zoti mbetet për jetë. Ai ka vendosur fronin e tij për të gjykuar. Ai do ta gjykojë botën me drejtësi, do t'i gjykojë popujt me panësi. Zoti do të jetë strehim i papushtueshëm për të shtypurin, një strehim i papushtueshëm në kohë ngushtice. Dhe ata që e njohin emrin tënd do të kenë besim te ti, sepse ti o Zot nuk i braktis ata që të kërkojnë. Këndojini lavde Zotit që banon në Sion. U njoftoni popujve dhe veprat e tij, sepse ai që kërkon arsyen e gjakut i mban mend ata, ai nuk e harron britmen e të pikulluarve. Ki mëshirë për mua o Zot, ti që më ke rilartuar nga portat e vdekjes, shiko pikëllimin që më shkaktojnë ata që më urrejnë, me qëllim që unë të kem mundësi të tregoj të gjitha lavdet e tua dhe në portat e bijës së Sionit të mund të kremtoj për çlirimin tënd. Kombet janë zhytur në gropën që kishin hapur, këmba e tyre është kapur në rrjetën që kishin fshehur. Zoti u bë i njohur me anë të gjykimit që ka dhënë, i pabesi u kap në lakun e veprës së duarve të tij. Të pabese do të zbresin në Sheol, po, të gjitha kombet që harrojnë Perëndin, sepse nevojtari nuk do të harrohet për jetë, shpresa të shtypurve nuk do të zhduket për jetë. Qohu o Zot, mos lejo që vdekatari të ketë përsi, kombet të gjykohen para teje. O Zot, kallu frikën, bëj që kombet të pranojnë se janë vetëm vdekatar.